Bismillahirrahmanirrahim. Përshëndetje të nderuar profesor, të nderuar referues dhe pjesëmarrës të kësaj konference shkencore, e cila po organizohet nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës dhe Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame. Qysh në fillim dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e kësaj konference dhe pa humbur kohë do të përpiqem të ndaj me ju disa prej gjetjeve kryesore të studimit tim me titull Koncepti i vakfit të shqiptarët në ditët e sotme, rasti i Kosovës. Pa u ndal fare tek historiku dhe rëndësia e vakfeve, pasi që është fol që 2 ditë për këtë temë, do të paraqas shkurtimisht kornizën metodologjike dhe shkencore të studimit. Qëllimi i studimit është të analizoj konceptin bashkëkohor të vakfit ndër shqiptarët e Kosovës, duke vlerësuar perceptimet, praktikat dhe rolin që ky institucion gëzon sot në jetën fetare dhe shoqërore. Rëndësia e studimit është ky studim shqyrton një institucion me traditë të gjatë islame dhe me funksion shoqëror shumë dimensional. Vlerësimi i rolit të vakfit në kontekstin e Kosovës është i rëndësishëm, pasi ai mund të shërbejë si bazë për politika të reja, solidariteti, edukimi dhe zhvillimi social. Përmasa e hulumtimit është dhe përqendrohet në qëndrimet, njohuritë, nivelin e pjesëmarrjes dhe mënyrat e kontributit të qytetarëve të Kosovës në aktivitetet vakfore, duke e trajtuar vakfin si fenomen shoqëror në realitetin bashkëkohor dhe jo vetëm si kategori juridike apo historike. Metodologjia e studimit është zhvilluar përmes qasjeve empirike dhe analizave statistikore të dhënave të mbledhura nga pjesëmarrës të ndryshëm. Të dhënat demografike, perceptime dhe qëndrimet e tyre janë analizuar në mënyra të strukturuar dhe janë paraqitur përmes grafikeve dhe tablove që do të shfaqen në pjesën vijuese të prezantimit. Duke u bazuar në këtë kornizë metodologjike, hapi i parë i analizës përfshin përshkrimin e karakteristikave demografike të pjesëmarrësve, të cilët ndihmojnë në kuptimin e kontekstit të përgjithshëm të pjesëmarrësve dhe krijon themelin për interpretimin e rezultateve të mëtejme. Në këtë studim kanë marrë pjesë 585 persona. Nga të gjithë pjesëmarrësit, 73.8 janë meshkuj, ndërsa 26.2% janë të gjinisë femërore. Sa i përket grup moshave, 24.6% i përkrasin moshës 18-24 vjeç, kurse 48.7% janë të moshës 25-44 vjeç, duke përfaqësuar grupin më të madh të pjesëmarrësve. Ndërkohë 24.1% janë të moshës 45-60 vjeç, ndërsa vetëm 2.6% janë mbi 60 vjeç. Sa i përket arsimimit, 4.1% kanë përfunduar shkollën fillore, ndërsa 19.5% shkollën e mesme, përqindja më e madhe e pjesëmarrësve është 46.7% kanë përfunduar studimet universitare, gjithashtu 29.7% kanë përfunduar studimet pas universitare. Pjesëmarrësit kanë raportuar nivele të ndryshme të ardhurave mujore, kështu që 21% deklarojnë të ardhura të ulta, ndërsa 60% kanë të ardhura mesatare, duke përbërë grupin dominues. 17.4% kanë të ardhura mesatare të larta dhe vetëm 1% kanë të ardhura të larta. Sa i përket vendbanimit, 51.8% jetojnë në zonat rurale, në fshat, ndërsa 48.2% në zonat urbane. Në lidhje me vetvlerësimin e shkallës së fetaritetit, 25.6% e konsiderojnë veten shumë fetar, ndërsa 69.7% janë të vetë përcaktuar si fetar, vetëm 3.6% janë pak fetar dhe 1% deklarohen jo fetar. Tash për mos me marr edhe mos me hub kohë shumë, do të mundohem të ju informoj me të arriturat e këtij punimi. Grafiku numër 1
mesatarja dhe vedimi i standardit i dimensioneve të perceptimeve dhe qëndërimeve ndaj vakveve. Ky grafik paraqet mesatarën e 4 dimensioneve të perceptimeve dhe qëndrimeve ndaj vakveve të matura në një shkallë 5 pikësh, si dhe numrin e pjesëmarrësve 2 pikësh dhe saktësinë e plotësimit të pyetësorit. Të gjitha dimensionet janë plotësuar nga 585 pjesëmarrës pa asnjë përgjigje të pavlefshme ose të paplotësuar. Në dimensionin njohuria dhe perceptimi i vakveve, mesatarja është 4.02%, çka sugjeron se pjesëmarrësit kanë një nivel relativisht të lartë informimi dhe ndërgjegjësimi për vakvet. Në dimensionin transparenca dhe funksionimi i vakveve, mesatarja është 3.77%, duke treguar se perceptimet për transparencën, administrimin dhe funksionimin e vakveve janë pozitivisht të moderuara. Në dimensionin e kontributit shoqëror të vakveve, mesatarja është 3.89%, që tregon se pjesëmarrësit vlerësojnë lart ndikimin social të vakveve, si në aspektin e bamirësisë, ndihmës shoqërore dhe mbështetjes së stresave me nevojë. Dimensioni pjesëmarrja dhe angazhimi personal është matur me një shkallë 2 pikëshe. Mesatarja e këtij dimensioni është 1.49%, gjë që tregon se pjesëmarrësit në përgjithësi anonin më shumë drejt nivelit të ulët të angazhimit. Grafiku numër 2, rezultatet e testit të për dimensionet e perceptimeve dhe qëndrimeve ndaj vakve sipas Gjinisë. Grafiku paraqet rezultatet e testit të pavarur, i cili vlerëson nëse ekzistojnë dallime të rëndësishme statistikisht midis meshkujve dhe femrave. Në dimensionin njohuritë dhe perceptimet e vakveve, meshkujt raportojnë një nivel dukshëm më të lartë krahasuar me femrat. Testi të është saktësisht i rëndësishëm. Ky rezultat sugjeron se meshkujt mund të jenë më të ekspozuar ndaj informacionit rreth vakveve ose kanë më shumë kontakte me aktivitetet fetare dhe shoqërore ku diskutohet roli i tyre. Në dimensionin transparenca dhe funksionimi dhe dimensionin kontributi shoqëror nuk ka identifikuar dallim të rëndësishëm statistikisht midis dy gjinive. Ndërsa në dimensionin e fundit, pjesëmarrja dhe angazhimi personal, femrat shfaqin nivel më të lartë krahasuar me meshkujt. Ky ndryshim është statistikisht i rëndësishëm. Studimet mbështesin këtë gjetje duke treguar se femrat shpesh shfaqin më shumë sensibilitet fetar, kanë orientim emocional më të theksuar, janë më të qëndrueshme në praktikat shpirtërore të përditshme dhe priren më shumë drejt angazhimit humanitar dhe shoqëror. Për shkaq të kohës, tek grafiku 3, 4, 5, 6, 7, me ju do të ndaj vetëm të arriturat, dhe me thonë të përmbledhura. Kështu që, mos me marrë kohë ma shumë, do t'ikim ma shpejt. Grafiku numër 3, rezultatet e testit për dimensionet, perceptime dhe qëndrime ndaj vakveve sipas vendbanimit. Në përmbledhje, niveli i njohurisë dhe perceptimit është i ngjashëm në qytet dhe në fshat. Megjithatë, banorët e fshatit vlerësojnë dukshëm më lart transparencën, funksionimin dhe kontributin shoqëror të vakveve. Pjesëmarrja personale mbetet e njëjtë në të dy kontekstet. Grafiku numër 4, mesatarja dhe devijimet sipas moshës. Dimensioni i njohuria dhe perceptimi nuk ndryshojnë sipas moshës. Transparenca dhe funksionimi perceptohet me pozitivisht nga grup mosha mbi 60 vjeç. Kontributi shoqëror vlerësohet më lart nga të rinjët 18-24 dhe të moshuarit mbi 60 vjeç, ndërsa pjesëmarrja dhe angazhimi personal është më i lartë te grup mosha mbi 60 vjeç dhe më i ulët te grup mosha 45-60 vjeç. Grafiku numër 5, se profesori po mgut, mesatarja dhe devijimi i standardeve sipas nivelit të arsimit. Dimensioni njohuria dhe perceptimi rritet dukshëm me nivelin arsimor.
Transparenca dhe funksionimi perceptohet më ulët nga persona me arsim fillor, ndërsa më lart nga grupi barqëllor. Kontributi shoqëror vlerësohet më shumë nga individet me arsim të mesëm dhe universitar, ndërsa pjesëmarrja dhe angazhimi personal është më i ulët tek individet me arsim pas universitar dhe më i lartë tek ata me arsim të ulët. Grafiku numër 6 pe kalaj, 700 që të pëndalë në pak, edhe për përfundoj. Mesatarja dhe devijimi sipas nivelit të përkushtimit fetar, në të gjitha dimensionet, njohuria dhe perceptimi rezultate tregojnë një dallim shumë të rëndësishëm statistikisht, sipas testit grupet shumë fetar dhe fetar raportojnë nivel dukshëm më të lartë të njohurisë dhe perceptimit sesa grupet pak fetar dhe nuk janë fetar. Individet me përkushtim të lartë fetar prirën të jenë më të informuar rreth strukturave dhe funksioneve të institucioneve fetare, pasi kanë më shumë kontakte me imamët, xhamit dhe aktivitetet shoqërore, çka rrit njohuritë e tyre praktike dhe teorike për vakëfet. Po, anë që të përfundime. Veç po ma ban hec. Këtë që më pekalojmë, përfundim. Studimi ynë mbi konceptin e vakfit të shqiptarët e Kosovës dhe veçanërisht mbi perceptime dhe qëndrime ndaj këtij institucioni, dëshmon se vakfi vazhdon të mbetet një komponent thelbësor i jetës fetare dhe shoqërore në Kosovë, i rrënjosur në traditën islame si institucion, bamirësie, drejtësie shoqërore dhe solidariteti. Vakfi shihet nga pjesëmarrësit si një mekanizëm funksional për reduktimin e varfërisë, mbështetjen e shtresave në nevojë dhe forcimin e bashkimit shoqëror. Mesatarët realisht të larta në dimensionet njohuria dhe perceptimi, transparenca dhe funksionimi dhe kontributi shoqëror tregojnë se imazhi i përgjithshëm i vakfeve është pozitiv dhe i konsoliduar. Duke u mbështetur në këto gjetje, mund të pohohet se vakfi në Kosovë ruan një potencial shumë dimensional fetar, shoqëror dhe moral. Megjithatë, për ta shfrytzuar këtë potencial në mënyrë më të plotë, rekomandohet që institucionet përkatëse të vakfeve të investojnë më shumë në 1. Programe edukative dhe sensibilizuese për të rinjët dhe grupet me arsim më të lartë. 2. Rritjen e kanaleve të pjesëmarrjes së grave dhe banorëve të qyteteve në aktivitetet konkrete. 3. Forcimin e transparencës administrative dhe raportimin publik për projektet vakëfnore, si dhe 4. Orientimet e veçantë të shërbimeve drejt shtresave socio-ekonomike më të cenueshme, të cilat i vlerësojnë më shumë shërbimet e vakëfeve. Në dritën e traditës islame dhe të literaturës bashkëkohore të psikologjisë së religionit, rezultatet e studimit tregojnë se koncepti i vakfit të shqiptarët në ditët e sotme, në rastin e Kosovës, mbetet një bosht i rëndësishëm i jetës fetare dhe shoqërore. Vakfi del qartë si një instrument i fuqishëm për ruajtjen e drejtësisë shoqërore, për forcimin e solidaritetit dhe ndërtimin e një kulture të qëndrueshme, bamirësie në shoqërinë kosovare, ndërkohë që sfida kryesore mbetet rritja e pjesëmarrjes praktike dhe angazhimit aktiv të individëve. Ju faleminderit.